pse belbëzojnë fëmijët, kur është shqetësuese dhe kur duhet bën merak prindërit? Atëre, fëmija nuk fillon të flasë rrjedhshëm. Kalon në disa etapa. Kemi një etapa aty tek mosha 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, që fëmijët, sidomos djemtë, kanë një mosrjedhshmëri. Mosrjedhshmëria nuk është belbëzim. Mosrjedhshmëria është pasi fëmija di shumë dhe do t'i thojë të tëra për një herë. Po pengohet, se hundën vrimat e hundzika të vogla, gojën të vogël, kupton më shumë se sa është i aftë të shprehi, dhe kështu është si njësoj sikur të dalim ne të gjithë nga dera tani. Do pengohemi të dera. E drejt. Në këtë moment, ju e thatë edhe Incerti e kishte me shumë të drejt që duhet qetësi, nuk duhen korrigjime, nuk duhen qortime, nuk duhen fol kështu, fol ashtu. Sepse ka rrezik të instalojnë belbëzimin. Ajre, belbëzimi është një stërmundim për të folur mirë. Belbëzimi fillon dhe instalohet dal nga dal tek fëmijët të cilët pastaj fillojnë dhe të zhvillojnë çrregullime të tjera psikologjike në marrëdhënien me tjetrin. Ajre, kjo bëhet në moshën, në qoftë se vazhdon, sepse mosrjedhshmëria vazhdon 2-3 muaj dhe siç vjen ikën, me një qëndrim korrekt të prindrit, me një butësi, ta dëgjojmë, ta çojmë deri në fund, edhe prindit i flasi po ashtu, asnjë qortim, asnjë korrigjim, asnjë thuaj edhe një herë, përsërite. Edhe në rast të kundërt, ka rrezik të instalohet belbëzimi.